Procesi i rinumërimit të votave në qarkun e Tiranës, i nisur pas vendimit të 2 antarëve të Partisë Demokratike në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, po shoqërohet me debate të forta dhe pretendime nga kandidatët kryesor të 2 forcave më të mëdha politike në vend. Kandidatët socialistë dhe demokratë akuzojnë KAS se votat që më parë u konsideruan të vlefshme dhe të llogaritura në procesin e parë, po shpallen tashmë të pavlefshme për kandidatët, por jo edhe për subjektet politike. Kjo sipas tyre po ndikon në mënyrë të padrejtë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Erion Braçe, kandidati i Partisë Socialiste, ka dhënë shembull konkret në një postim në rrjetet sociale. Ai tregon një rast ku një vot me shenjën e topit të Mato Grudës, që ishte i numëruar më parë si e vlefshme në një kuti votimi në njësim 5, është shpallur më pas nga KAS si e pavlefshme. Braçe ngre pyetjen retorike, nëse kjo shenjë është konsideruar e pavlefshme, ndërkohë që një tjetër shenjë si zemra është pranuar. Nga ana tjetër, ai ka publikuar edhe fletë votimit të tjera, të cilat sipas tij duhet të ishin konsideruar të vlefshme për kandidatët përkatës, por që KAS i ka shpallur të pavlefshme vetëm për Partinë Socialiste, sepse shenja është dhjashtë kuadratit të kandidatit. Edhe kandidati i Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti, përmes vëzhguesve të tij zgjedhor, ka shprehur shqetësime për procedurën. Vëzhguesit thonë se po ndodh një heqje e padrejtë dhe e qëllimshme e votave nga ana e KAS, duke cënuar drejtësinë dhe transparencën e procesit. Në këtë akuzë dhe pretendime janë shoqëruar me tensione të forta në media dhe në rrjetet sociale, teksa rinumërimi vazhdon dhe pritshmëritë për një përfundim të drejtë mbeten të larta. Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve nuk ka bërë ende koment zyrtar për akuzat, ndërsa procesi do të vijojë në ditët në vijim me objektivin për të sjellë një rezultat final që të pranohet nga të gjitha palët.